Dhe është e vetmja gjë që nuk i fal prezantimit shumë domethënës që bëri sekretari i përgjithshëm, që e quajti sukses që u rritëm nga 26 në 34, ndërkohë që nëse ne jemi pushtet, ne jemi nga gratë, e kuptuan dhe ata në Dibër dhe e patë se si dhe burrat e Dibrës votuan bashkë me gratë. Pavarësisht se çfarë u tha, kur unë atyre ju thash që kush nuk dëgjon gruan kur voton, është çyryk. Ata treguan që nuk janë. Ndërkohë ata të tjerët që i sulmuan dhe i thanë mos i dëgjoni gratë se ju quajti çyryk, thanë jo, se atëherë jemi çyryk. Kështu që ne duhet ta çojmë në 50%. Dhe kjo çohet shumë thjesht. Shumë thjesht. Duke mos e pranuar që nuk ka gra. Dhe duke i imponuar të njëjtin numër një organizate ku një burr i suksesshëm me vota nuk pranon që mund të ketë 50% gra. Duke ia vënë mu përballë 50% e grave në formën e një organizate tjetër. Ne nuk mund të kemi ambicje për të qenë ata që duhet jemi duke pasur 34% gra. Është e pamundur.